Vëllezër të respektuar, është një cilësi që të gjithë ne e duam, ama shumë pak prej nesh e praktikojmë. Mungesa e kësaj cilësie bën që në mes njerëzve të përhapet urrejtja, dëshira për të nënshmuar tjerët e gjithë gjërat negative që ekzistojnë në mes të njerëzve. Fjala është për rahmetin apo për mëshirën, siç theksohet në gjuhën shqipe. Në momentin që mungon mëshira në mes të njerëzve, atëherë përhapen armët shkatruese për ta shfarosur njerëzimin në përgjithësi. Prandaj, njeriu i cili e don Zotin xhaleshanuhu do të marrë nga mëshira e tij. E njeriu i cili ju përmbahet urdhrave të Allahu xhaleshanuhu pa dyshim, pa fije dyshimi, do të mundohet të jetë i butë dhe i sjellshëm me njerëzit në përgjithësi, nga se Zoti i madhruar, një prej cilësive të tij është edhe Ar-Rahim, e ka cilësuar veten e tij si i mëshirshëm. E nëse Zoti, si krijuesi jon, krijuesi gjithësisë që nuk ka nevojë për ne, e ka cilësuar veten e tij mëshirues, atëherë çfarë mbet për ti dhe mua si musliman, përse të mos jemi mëshirues? Sado që janë mangësitë e tjerëve, ne duhet të cilësohemi me këtë cilësi, pra si mëshirues të butë dhe të dashur me tjerët. Thot pejgamberi alayhi salam, innema yerhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Me të vërtet, Zoti i madhruar i mëshiron robërit e tij që janë të mëshirshëm. Gjithashtu me një hadis tjetër thot, i dashuri i Allahut, Ar-Rahimune yerhamuhumur Rahman, irhamu men fil ardi, yerhamukum men fis sama. Të mëshirshmit i mëshiron Rahmani, mëshiruesi, irhamu men fil ardi. Tregohuni të mëshirshëm me krijesat në tokë, që të jeti mëshirshëm Zoti në qiell me ju. Do të thotë, mëshira e Allahut varet prej nesh, sa të mëshirshëm do të jemi në jetën e përditshme. Prandaj, mëshira të nderuar besimtar na bën dobi aq sa jemi të mëshirshëm në këtë dunja. Nëse dëshirojmë që Allahu i madhruar në këtë botë dhe në botën tjetër të na mëshiroje, atëherë detyrimisht duhet të jemi të mëshirshëm me krijesat e mëshiruesit. Para se mi filluar të trajtojmë këtë temë të mrekullueshme, do të fillojmë të folim disa fjalë për mëshirën e Allahu xhaleshanuhu. Të folim për ata se Allahu xhaleshanuhu nuk i donon robërit nëse ato nuk provokohen ose nuk e provokojnë mëshirën e Allahu xhaleshanuhu. Allahu i madhruar në shumicën e rasteve dhe kur provokohet me mëkatet e robërve të tij, ai është mëshirues. Po në fillim Allahu xhaleshanuhu e cilëson veten e tij me mëshiruesi. Thot Allahu i madhruar në Kur'anin famëlar, Ketebe rabbukum ala nafsihi ar-rahme. Allahu ja ka detyruar vetes së tij që të jetë i mëshirshëm. Një ajet tjetër Zoti i madhruar thot, fa in kadhabuka fa qur rabbukum dhu rahmatin wasi'a. Edhe nëse ti o Muhammed të përgënjështrojnë çifutët, atëherë dije se edhe në këto raste do ta gjejsh Allahun xhaleshanuhu me një mëshirë të madhe. Të përgënjështrojnë për fjalën e Allahut, nuk të bindën fjalëve tuaja dhe fjalët të Kur'anit azimushan, por përsëri Allahu i madhruar tregohet i mëshirshëm me ata njerëz. Pra, Allahu i madhruar e ka cilësuar veten e tij si mëshirues, e
kur intervenon Zoti i Madhruar me hidhrimin e tij, atëherë kur ne tregohemi shumë të padrejt me njerëzit, me veten tonë, me krijesat në përgjithësi dhe me fjalët e Allahut xhaleshanuhu. Pra, i nderuari vëlla, e kuptuam se Allahu i Madhruar është mëshirues, atëherë ti edhe unë, a do t'jemi të mëshirshëm apo të ashpër? Nëse Zoti i Madhruar është treguar me krijesat që janë shumë të ashpër në tokë, pra me qifutët, të cilët në çdo moment i prishin marrëveshjet që i bëjnë mes njerëzve, atëherë përse mos tregohesh i mëshirshëm në radhë të parë me anëtarët e familjes